Pra në surën Zumar, ajeti 38, kur Zoti thot, e nëse do t'i pyesje ti ata se kush krijoi qiellin dhe tokën, do të thoshin Allahu. Pra hoxhë nderuar, pyetja parë është si ka mundësi që Zoti vetë bën pyetje. Dhe dyta është kujt i është drejtuar kjo pyetje që të pyesi njerëzit. Nuk ka dyshim se Kurani, përveç se është një libër që muslimanët i referohen në të gjithë mënyrën se si ata e ngrenë jetën e tyre, pra është burimi i sistemit të jetuarit sipas asaj metode dhe forme që don Zoti nga njeriu, pra referenca bazë muslimanëve. Po Kurani, domethënë, ka brenda vetes edhe sinjale të tjera që muslimanët i përdorin si referencë edhe në edukim, edhe në arsimim, edhe në përballjet e tyre me sfidat e jetës, me të rejat e jetës. Një nga metodikat kuranore, ose se si Kurani neve na mëson, domethënë, për të shtuar diturinë është metodika nëpërmjet pyetjes, metodika nëpërmjet shtrimit të pyetjes mirë. Për këtë arsye kam pas thënë të moshmit, pyetja e mirë është gjysma e përgjigjes. Pra njeriu nuk nxën vetëm duke dëgjuar, apo duke u këshilluar, apo duke dikush referon apo ligjeron dhe të tjerë dëgjojnë. Për formave të mësimit ose metodikave të nxënjes është edhe pyetja, pra pyetja. Zakonisht ai që pyet është i paditur dhe pyet për të nxënë, pra pyet për të mësuar atë që nuk e din. Mirë po, jo gjithmonë ndodh kështu. Nga njëherë pyetjet bëhen edhe si një metodë për të nxitur vëmendjen tek dëgjuesi, ose që dëgjuesi të përqendrohet, të jetë më i vëmendshëm në atë që thuhet. Siç ndodh për shembull me mësuesin i cili shtron pyetje në klasë, jo se mësuesi nuk i din këto pyetje, po thjesht që nxënësit të jenë më të vëmendshëm kur bëhet pyetja. Për këtë arsye për shembull gjejmë, le të themi nga jeta e pejgamberit alayhis salam, raste që Xhibrili alayhis salam e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe jo se Xhibrili alayhis salam nuk i dinte, por thjesht që njerëzit ishin më të vëmendshëm dhe ta fiksonin mirë. E njëjta gjë ndodh edhe me pyetjet që Zoti, domethënë, i bën në Kur'an në këtë lloj forme, siç e përmendet ju në rastin e surës Zumar ajeti 38. Ku Allahu xhallahu xhelalu thot wala in sa'altahum, o Muhammed, nëse do t'i pyesje ata. Pra këtu kemi një pyetje jo të drejtë për drejtë, po kemi domethënë një vetëdijësim për dëgjuesit për diçka që është e ditur dhe e pamohueshme tek ata. Pra kemi të bëjmë një shoqëri e cila nuk diskutonte dy gjëra, e para se ka Zot, dhe e dyta se Zoti është krijuesi i gjithçkaje. Pra shoqëria e rastit të kohës pejgamberit alayhis salam nuk ka qenë një shoqëri ateiste. As nuk ka qenë një shoqëri që mohonte se Zoti është krijuesi i gjithçkaje. Problemi i shoqërisë ku jetonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është paganizmi, pra idhujtaria. Pra ata e besonin Zotin, mirë po besonin se Zoti ka edhe të tjerë ortak ose rival, të cilët bëjnë ca punë të Zotit, bëjnë ca detyra të Zotit, ose meritojnë diçka nga ato që faktikisht i meriton vetëm Zoti sipas verdiktit islam dëgjës. Kështu që erdhi Islami jo për t'i ftuar njerëzit të besojnë se ka Zot, sepse njerëzit e besonin Zotin dhe e dinin që ka Zot. Madje besimi i tyre në Zot ishte shumë më i thellë se sa ky. Pra nuk ishte se ata besonin se ka Zot, ata besonin se ka Zot, Zoti është krijuesi i gjithçkaje, në dorën e Zotit është gjithçka, siç do të shohim në ajetet e tjera, ku ata besonin se jeta e tyre, dëgjimi i tyre, shikimi i tyre, zemra e tyre, jeta e tyre, e gjitha menaxhohen nga Zoti. Për këtë arsye Allahu xhallahu i thuhet, pra thot në këtë ajet, nëse do i pyesë ata se kush krijoi qiellin dhe tokën, nëse i pyet ata kush krijoi qiellin dhe tokën, nëse i pyet ata kush krijoi, pra kemi disa ajete kuranore, 4 ose 5 ajete kuranore ku Zoti thot, nëse i pyet ata, pra ata domethënë do të japin këtë përgjigje, atëherë përderisa ata domethënë e pohojnë një gjë të tillë, atëherë çfarë i largon nga Zoti, çfarë i udhton nga Zoti, atëherë pse nuk e adhurojnë Zotin, atëherë pse nuk i luten Zotit. Pra përderisa krijuesi, Zoti i qiellit dhe tokës është Allahu, atëherë si ka mundësi që të besosh se krijuesi i gjithçkaje është Allahu
dhe nesër shkon i lutesh dikujt tjetër veç Allahut, nesër shkon adhuron dikë tjetër veç Allahut, ose i përkushton atij ose i dedikon një nga normat e adhurimit që i takojnë vetëm të Madhit Zot. Pra është një pyetje si më shumë, si më thënë, një pyetje përkujtuese, një pyetje për të hequr vëmendjen, një pyetje që i dihet përgjigje, si më themi një pyetje retorike, sesa një pyetje që ka nevojë për një përgjigje. Pra Allahu xhallahu e sjell këtë, si më thënë, si një parathënie për të dalë në një përfundim për cilin nuk ka diskutim. Atëherë përderisa kjo është dhe përfundimi është ky, atëherë juve çfarë ju largon nga Zoti? Atëherë juve pse nuk i luteni Zotit? Atëherë ju raportet pse nuk i krijoni me krijuesin? Pra, përderisa ti beson se Zoti është krijuesi i gjithçkaje dhe në dorën e Zotit është gjithçka, atëherë idhujt rreth Qabes çfarë bëjnë? Këto zota që ju lutin prej guri, prej druri, apo prej hurmës, apo imagjinar që ju i keni në kokë, për çfarë ekzistojnë? Sepse nuk mund të ketë dy krijues njëkohësisht, nuk mund të ketë dy zota njëkohësisht, sepse dy zotat o do të bëjnë kompromis, ose do të asgjësojnë njëri tjetrin, sepse Zoti nuk quhet Zot, po pa dhe një tjetër rival. Atëherë, zotat e tjerë që ekzistonin ishin emra njerëzish, zotat e tjerë që ekzistonin ishin imagjinat njerëzish, zotat e tjerë që ekzistonin faktikisht quheshin zota, por nuk ishin zota me kuptimin e vërtet të fjalës Zot. Pra, njerëzit i quanin zota ose i quanin perëndi, por faktikisht nuk e kishin funksionin të tillë. Dhe logjika, pra, si më thon Kurani këtu, i thret ndërgjegjes. Nëse do i pyesësh ato Muhammed kush krijoi qiellin dhe tokën, do të thonë Allahu. Pa atëherë, pra, ore ndërgjegja ku të çon, logjika ku të çon. Pra është njësoj si kur thuash ti, un kam babë dhe nënë dhe di që ky është babai dhe nëna ime. Pa atëherë, si ka mundësi që nuk i respekton? Si ka mundësi që u kthen llafen? Si ka mundësi që nuk i kënaq? Si ka mundësi që dikë tjetër që nuk është babai jot dhe nëna jote e trajton sikur të ishte babai jot dhe nëna jot në vlerësim, në respektim, në nderim e tjerë, ndërkohë që nuk, ore, është ky këtu, është babai dhe nëna ky që duhet respektuar, e njëjta gjë, pra e njëjta logjike edhe këtu. Pra sikur po thotë i Madhi Zot, ore, nëse i pyet kush ka krijuar qiell, Allahu, atëherë pse nuk i përkushtohen këtij Zoti, pse nuk i fiksohen këtij Zoti, pse nuk lidhen me këtë Zot, pse nuk e duan këtë Zot, pse diçka që është e këtij Zoti ja dedikojnë dikujt tjetër përveç Allahut? Ju shpesh në emisionet e juaja theksoni që Kurani është aktual, pra lidhet gjithmonë me aktualitetin. Ne shohim, sidomos kur vim dhe ke pjesa e adhurimeve, idhujve, e kështu me radhë, pra monoteizmit në tërësi dhe besimeve, që ky realitet nuk është se shkputet edhe nga realiteti sotshëm që kanë shqiptarët. Fjala bie, ne shohim që nga filozofia lashtë greke ose nga mitologjia greke, ne dim që ata adhuroshin idhuj dhe boshin zota të ndryshëm. Pikpyetja e madhe që ka ngritur shumë filozof perëndimor është se si ka mundësi që asnjë nga këto idhuj dhe zota nuk pretendonte krijimin. Pra hoxhi nderuam, a tregon fakti që ne ose njerëzit kur nuk gjejnë Zotin e vërtet, derivojnë dhe devijojnë duke adhuruar pe, male, gur, apo dhe vetë njerëzit. Pra si ka mundësi që njerëzit devijojnë dhe shkojnë tek zota që në fakt nuk janë zota? Kush mund të jetë arsyeja dhe thash është një aktualitet që lidhet dhe me ne? Njeriu është i prirur drejt dy ekstremeve. Ose është i prirur drejt misticizmës, e cila nuk ka interpretim dhe domethënë si më thon vrapon mbas asaj dhe magjepset mbas saj, ose është i prirur që duhet i preki gjërat, duhet i shohë gjërat. Pra, si më thon, duhet ta personifikoj Zotin në një trajt caktuar, ose e kundërta fare që domethënë është i prirur te këto frikrat, te këto gjërat mistike e tjera. Pra dy ekstreme. Ndërkohë që e vërteta cila është, Zoti është i paimagjinueshëm nga mendjet njerëzore. Sido që ta mendosh ti Zotit nuk është ashtu siç mendon ti, pra përderisa arriti logjika jote dhe mendja jote të mendoj diçka për Zotin nuk është ashtu, pra sido që ta mendoj njëri nuk është ashtu, sepse sado që ta arri perceptimi i mendjes njerëzore për Allahun është nul, pra është nuk ka të bëjë me Zotin e vërtet, sepse është i paimagjinueshëm, është la tudriku al-absar, pra është i paimagjinueshëm, është i paarritshëm nga mendjet njerëzore. Po edhe e kundërta, domethënë, pra njerëzit shkojnë drejt kësaj sepse i mahnit magjep, gjëja që është domethënë mistike dhe duan
krahas kësaj duan që gjërat të jenë të prekshme, diçka që ta shohin aty. Dhe në përgjithësi edhe sot e kësaj dite, për shembull, nëse i sheh këta njerëz që për shkak shkojnë tek tash të quajturat me të shenjta, malet, ku e diun etj. Po ti pyesësh, ore, ky është krijuesi? Jo, thot, është Zot ky? Jo, thot, nuk është Zoti. Pra, ideja se Zoti nuk është ky, pra ai Zoti tamam, ai Zoti i vërtet, atë po ti çfarë bën këtu? Jo, po se ky e ke parasysh ka disa kompetenca. Për këtë arsye, po ta shohësh, po në zuar Zukhruf, pra ti i ndal pikërisht tek ajeti i Zukhrufit. Po ta shohësh fillim fare të surës Zukhruf, ajeti kuranor, domethënë e shpjegon shumë bukur ku Allahu xhallahu thot në fillimin e surës Zukhruf se adhurimi i tyre ndaj këtyre zotave li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Pra arsyeja se i përkushtojnë nota dhe norma adhurimi idhujve është fakti sa mendojnë se kjo do t'i afrojë me Zotin, ose ata janë shufa'auna inda Allah, pra se do të na ndërmjetësojnë te Zoti. Këtu erdhi, domethënë, le të themi, puna më e madhe e pejgamberit alayhis salam ose puna më e madhe e profetëve të Zotit ka qenë pikërisht për të thyer këtë mit. Zoti nuk ka nevojë për ndërmjetësues. Zoti nuk ka nevojë për disa, le të themi, zëdhënës në tokë që flasin në emër të Zotit apo duhet të kushtojmë atyre diçka që pastaj ne të afrohemi me Zotin. Për këtë arsye, domethënë, shpesh herë pra e gjejmë këtë pyetje në Kur'an, ku Zoti thotë, ore, përderisa ai është krijuesi, përderisa ai është Zoti i vërtet, atëherë lejini të gjithë tjerët, s'keni punë me krijesat. Pra, në një farë mënyre, Zoti e ka ditur dhe e din, s'diskutohet, por që e din që njeriu ka një farë debolese ndaj adhurimit sendeve, të mjeteve, etj, figurave të ndryshme dhe formave të ndryshme, dhe a është kjo një vaksin ose Kurani ose këto ajete që ne po trajtojmë për besimin e pastër, sepse ju sapo përmendët që besimi në Zot mbetet, por këta të tjerët janë për të ndërmjetësuar. Pra duket sikur interferon pra dhe Satanai ose shejtani në këtë pjesë dhe a shërben pra ky ajet dhe Kurani si një lloj vaksine për njerëzit që ta kenë konsiderat pra? Absolutisht, për këtë arsye dhe domethënia e vërtet e fjalës la ilaha illallah është se nuk ka Zot të vërtet, domethënë që meriton të jetë Zot e të adhurohet si Zot përveç Allahut. Pra, thjesht njeriu po të meditoj pak në vetëminë e tij, do të kuptojë se të gjithë to që njerëzit i ndërmarrin si Zota ose ndërmjetësues të Zotit apo si mëkëmësit e Zotit nuk janë gjë tjetër vetëm se fallcitete. Pse janë fallcitete? Sepse nuk ka asnjë lloj argumenti nga Kurani. Pra vetë Zoti nuk i ka prezantuar. Semmaytumuha antum ma anzala Allahu biha min sultan. Pra, nëse unë do të kisha një verdikt nga Kurani, një verset nga Kurani që thoshte dëgjoj se këtë e ka lënë Zoti për të bërë ca punë të Zotit në tokë, për të shëruar, këtë e ka lënë Zoti për të dhënë fëmijë, këtë e ka lënë Zoti për të shëruar njerëzit nga kanceri, do të thoshin sepse Zoti ka thënë në Kur'an. Dhe po ta kishte thënë Zoti, mbaroi historia. Si tha Zoti në Kur'an? Qul law kana lirrahmani waladan fa ana ulul abidin. Ora po të kishte Zoti djalë, unë do të isha adhuruesi i parë i këtij djalit të Zotit. Po nuk ka. Pra e njëjta gjë, ora këta janë emra që i kanë bërë njerëzit. Pra, çdo varr që adhurohet përveç Zotit, përpara se të ishte ky varr, kur ishte ky gjallë, po kujt i lutej, kur ishte ky person i gjallë për shemb. Çdo pikturë, çdo skulpturë, çdo gjë, or ky mali që adhurohet përveç Zotit, para se të ekzistonte ky mal. Do të thonë Zoti i thret logjikës dhe ne kemi shumë herë në Kur'an që Zoti i referohet arsyes. Pra, ora, nuk kuptoni, a nuk logjikoni, a nuk meditoni. Pra, njeriu që ka arsye ndonjëherë është njësoj si kur tani të jemi në një ditë me diell e të debatojmë me njëri tjetrin, ora është dielli. Shams ma tahtaj ila dalila, dielli nuk ka nevojë për argument. Kështu që edhe kjo gjëja, për këtë arsye do të thonë puna e profetëve ka qenë sa e thjesht, po edhe shumë e vështirë, se nganjëherë këto gjërat e thjeshta, në momentin që bëhen kulturë, në momentin që njerëzit jetojnë si të
pa diskutueshme, atëherë këto bëhen problem shumë i madh, domethënë besëtnitë këto gjërat. Për këtë arsye pejgamberi sa vuajte, për këtë arsye pejgamberi sa u përndoj, për këtë arsye pejgamberi sa arriti një moment që duhet merrte arratin dhe tikte nga populli i tij, aq e pa imagjinueshme ishte kjo që po thoshte profeti. Ndërkohë që logjikisht erdhi baba Imran ibn Husajnit tek pejgamberi sa më mori Imranin, babën e vet tek pejgamberi sa dhe tha: o profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam, fol pak me babën tim, edhe i bën një pyetje pejgamberit, thotë: "O Husein e kishte baba Imranit emrin." Tha: "Sa zota ke?" Tha: "I 7." I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Kur je keq, tha, kujt i lutesh?" Tha: "Atij që është në qiell." Pra Allah, këto statuet dhe këto idhujt nuk funksiononin. Pra, do të thonë një pyetje që ti jep atij me kuptues që ky pra është ai i vërtetë, se këto janë emra, këto i kemi bërë ne. Pra edhe kjo punë, domethënë Zoti i Madh sikur jep mesazh dhe sikur jep njerëzve të kuptojnë që duhet i thrasin logjikës, sepse nëse e analizojnë pa fe, nëse analizojnë logjikisht çdo gjë tjetër në këtë botë që konsiderohet si Zot përveç Allahut, po ti shkosh me logjik do ta kuptosh se ka një moment fillimi, ka një moment domethënë që i është atribuar, le të themi, qenia ati si Zot, apo për të adhuruar si Zot, apo për të funksionuar si zëdhënës, apo me këmbë si Zotit në tokë. Në momentin që ka një datë fillimi, do të thotë se ky më nuk është kjo gjëja që thuhet dhe pretendohet. Pra, pak a shumë është ajo që e thojnë edhe shumë njerëz zgjuar sot që i rikthehen mitologjive dhe thonë që si ka mundësi që njerëzit kanë hynizuar apo kanë bërë për zota njerëz të cilët kanë pas disa vlera të spikatura. Për shembull, një person asket, një person që ka qenë trim, dhe thot pastaj është e çuditshme që njerëz këta vetë nuk pretendoshin të kishin atribute hynore, si krijimi, si etj. Pra, kjo dhe neglizhence që bën raca njerëzore, Kurani bën thirrje që të jepet fund me një herë, pra ta themi kështu, në mënyrë pra që njerëzit mos të shkojnë në këtë mëkat të madh të pafalshëm që është pra dhënia atributeve hynore njerëzve. Por në këtë pjesë është diçka interesante sepse ne kishim disa ajete, siç e tham, që fillonin me këtë pyetje, por desha të ndalesh pak ke surja Ankebut, ajeti 61 dhe ajeti 63. Në ajetin 61 Zoti i Madhëruar masi bën këtë pyetje, thot: "Dhe kush e krijoi diellin dhe hënën?" Dhe dy ajete më poshtë thot: "Dhe kush e zbriti ujin nga qielli?" Pra duket sikur përmendet edhe zjarri edhe uji. A ka këtu një nënkuptim për ata njerëz të cilët adhurojnë diellin, hënën, ujin etj, për që edhe këto janë krijesa të Zotit? Po, domethënë është ndalur Zoti në 3 momente të rëndësishme. Momenti i krijimit nga hiçi, nga asgjë, pra toka dhe qiejt e kanë një Zot, ai është Allahu. Atëherë çfarë largon nga ky Zot? Atëherë pse i ktheni shpinën këtij Zoti? Atëherë çfarë ju tërheq juve vëmendjen ndaj këtij Zoti? Pra derisa ky është krijuesi i qiejve dhe tokës, atëherë kush është kjo gjëja tjetër që ju i bën përshtypje? Ndërkohë që krijimin e qiellit dhe është ndalur pikërisht tek dielli dhe tek hëna, tek yjet dhe planet. Pse? Sepse shumica, le të themi, e paganizmave kanë funksionuar me yjet dhe me planetet. Dhe Zoti tërheq vëmendjen, thotë, kanë një Zot, këto nuk janë bërësit e vetvetes. Edhe këto e kanë një krijues. Vim tek uji. Domethënë baza e jetës, çdo gjë domethënë funksionon nëpërmjet ujit, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ etj. Shiu etj. Zoti domethënë i bën thirrje njerëzve, nëse ky ujë që ju e keni kaq të domosdoshëm, e me të ai është burimi i jetës, edhe ky e ka një Zot. Është krijimi i pranë. Domethënë ajo formula e ujit është nga Zoti. Qiejt edhe toka nga Zoti, yjet dhe planetet nga Zoti. Atëherë ktheuni tek i madhi Zot dhe mos shihni asnjë lloj gjëje tjetër që ndoshta është bërë si traditë, ndoshta është bërë si kulturë, ndoshta padituria e njerëzve i ka çuar që ta adhurojnë, le të themi, në krijesa, por faktikisht duhet të ktheheni tek krijuesi i krijesave, tek Allahu, tek i madhi Zot. Të nderuar shikues, atëherë shkëputemi për një ndërprerje të shkurtër dhe rikthehemi sërish në studio. Atëherë, të nderuar shikues, mirë se erdhët sërish pra në emisionin ton.
I nderuar Hoxh, në kontekstin e jetëve që ne jemi, pra dhe që nisin me pyetjen dhe nëse do t'i pyesje ata, vërehet pra se këto ajete në fund, në disa raste mbaron ashtu siç thanë edhe ju, që a nuk po meditoni, a nuk e dini, dhe në disa raste tjera thuhet çfarë ju hutoi nga Zoti. Pra kjo është një pyetje shumë e madhe. Kjo gjë nuk qen ka logjike. Të gjitha burimet edhe uji dhe zjarri që ne kemi na çojnë tek Zoti. Këta nuk i kanë atributin, po vallë, pse u hutun njerëzit? Njerëzit u hutun sepse është bërë, e tham, domethënë është bërë kulturë, është bërë edukat, është shumë e vështirë kur diçka kthehet në traditë, kur diçka kthehet në edukat popullore, është shumë e vështirë. Për këtë arsye profetët e Zotit kanë vuajtur, për këtë arsye ka profetë që janë vrarë nga popujt e tyre, ka profetë që janë përndjekur nga popujt e tyre. Pra është shumë problem kur ignoranca merr pushtet, është shumë problem kur ignoranca kthehet në zakon, në traditë, kthehet në jetë, domethënë është mjet jetësor. Domethënë është shumë e vështirë, edhe sot e kësaj dite, domethënë ka shumë njerëz që po ti thuash, ore, po është i vdekur, mos i lutesh, mos fol, mos se po të ndodh ndonjë gjë e keqe. Pra, edhe pse logjika ja pranon se ky i vdekuri, varri apo ku e diun, nuk është Zoti, po prapë thotë ai se po të ndodh ndonjë gjë e keqe. Pra, është ngjizur, domethënë është problem kur ignoranca domethënë përthithet si e pa diskutueshme, e pa negociueshme, kthehet në traditë, njerëzit fillojnë dhe besojnë. Kemi edhe një problem shumë të madh që është fakti që njerëzit shpikin edhe legjenda se ka bërë, se ka dhënë shenja, kur erdhi dikush një ditë foli keq për të, psoi aksidente, ku dëgjon etj dhe këto legjenda, këto mite trashëgohen brez mas brezi, njëri mbas njeriu. Unë kam treguar madje një histori të 3 vëllezërve që ishin në Greqi, cilët i thot ai pronari grek atëherë, thotë ju në Shqipëri, thotë ke një avantazh, thotë që se ka kush, thotë cili është avantazhi? Thotë bëni një mekam, thotë atje. Bëni një mekam, thotë edhe do të grini parë. Nuk e morën seriozisht, kur u kthyen e menduan mirë këtë punë edhe therin gomarin, e rrasin aty, edhe filluan njerëzit se unë ta kam parë ëndër, tha që këtu është një evlija e ku dëgjon etj, e rëndësishme, edhe vazhdonte historia, kaloi shumë mirë. Derisa në një kohë, domethënë, shkojnë 2 vëllezërit në Greqi dhe njëri menaxhonte, kur vjen puna për të ndarë parat në vjesht, domethënë pati debat, apo si qyshte, ora tha ju betohem tha për kokë të shenjtorit, tha, për kokë me kamit me fjalë. Domethënë, edhe ata vetë filluan ta besojnë që ky bën mrekulli, ndërkohë që ishin ata të cilët e kishin ngroposur gomarin, domethënë. Kështu që domethënë është sfidë, mbetet sfidë, për këtë arsye domethënë si më thënë, idhujtaria dhe paganizmi, domethënë nuk ka qenë faktin se njerëzit besojnë se dikush tjetër përveç Allahut është krijuesi. Jo, ka qenë faktin se Allahu krijuesi është meritori për t'ju përgjëruar, për t'ju lutur, për t'i kërkuar falje, për t'i kërkuar shërimin, për t'i kërkuar, si më thënë, bekimin, për t'i kërkuar mbarsinë, për t'i kërkuar furnizimin. Gjithë problemi ka qenë te kjo e dyta, domethënë. Pra, njerëzit nuk është se besonin se ka Zot tjetër, po besonin se dikush tjetër mund të bëjë punët e Zotit, e si pasojë i luteshin, i bënin kurbane, sakrifica, këtyre të tjerëve që ata besonin se kanë disa kompetenca që ua ka lënë Zoti. Për këtë arsye dhe Zoti, domethënë, ju thuhet domethënë në Kur'an, a ka sjell Zoti argument për këtë gjë? Pra, nëse ju do të na vërtetoni që këtë gjë ka fakt, ne do të jap një shembull shumë të thjeshtë. Është ai që ne në Islam e quajmë el-bareke. Ne muslimanët besojmë se profetët, trupat e tyre, jeta e tyre, rrobat e tyre, çdo gjë që ata kanë përdorur është e bekuar nga Zoti. Po mirë, është kjo lloj idhujtarie? Jo. Pse? Sepse Zoti na ka thënë që këtu kam lëshuar bekim. Pra njëta gjë, nëse Zoti do të na thoshte në Kur'an ose në hadith e profetit sallallahu alajhi wasallam që ky varri këtu, ose kjo tyrbja këtu, ose ky njeriu këtu, ose ky mali këtu, kam lënë unë atij, do të dorëzoheshim, sepse e ka thënë Zoti, kurse këtu nuk kemi asnjë lloj argumenti. Kështu që them pra është shumë e vështirë kur diçka kthehet në jetë, kur diçka është, domethënë, e pa diskutueshme, domethënë kur jeta ngrihet, kultura ngrihet mbi këto norma pagane apo paganizmi,
atëherë, domethënë, puna bëhet edhe më e vështirë. Por Kurani, domethënë, ka përdorur një armë shumë të fortë, në thojza pra, një armë shumë fortë për goditjen e këtyre miteve të padiskutueshme që është arsyeja dhe logjika. Pra njeriu po të logjikoj, po të meditoj, po të ri në vete, kupton që del një moment që unë e përmend gjithmonë si histori, isha dikur në një fshat nga këto fshatrat e Shqipërisë mesme, edhe mua bete sipër një gru, domethënë shumë e emocionuar, tha që dëgjota unë kam vetë shtatzan për herë parta se shkova tek mali me birë, me vrim. Pra nuk ngelte shtatzën ajo, edhe duhet në një moment fjalë që spati shpresa, vendorën tek ai mali që kishte një brim, ai mali vrim, edhe mbeti shtatzën. Edhe gjithë ata që ishin sallë të mahnitur nga historia e saj, kështu. Thash, kam një pyetje, thash, me që jemi duke bërë muhabet të lirë. Po thash, po gratë e tjera që mbesin shtatzën dhe nuk kanë shkuar ke mali me brimi, thash, me vrim. Thash, si është puna e tyre? Fillu nuk e qesha, domethënë, fakt gjithë njerëzimi kanë ngel shtatzën pa shkuar ke mali. Ke mali me vrimi, fjalë. Normalisht ne po i afrohemi në fund të emisionit dhe është e çuditshme se si një ajet ose një pyetje në një ajet e zbërtheu, siç do u shtjellua tash gjithë historinë njerëzore. Se ne shohim që nuk ka shoqëri sot në botë që nuk ka element paganizmi, qoftë lindje, qoftë perëndim, qoftë lindi zarathustianet e tjerë. Por hoxhë, këtu lindë një pyetje tjetër. A tregon vallë fakti që edhe kur sot pretendohet që materializmi ka fituar, triumfuar ndaj feve dhe njerëzit janë dhe të lirë, si shpjegohet që ne shohim shumë intelektual, shumë filozof, shumë njerëz ndryshëm të shquar, të cilët merren me Zotin. Pra, nëse ti fiton betejën ndaj diçka, nuk merresh më me të sepse ke triumfuar tashmë, por vazhdohet dhe merren me Zotin. A ka dhe këtu element tregueshmërie, pra, ose argument për ekzistencën e vetë Zotit, pra me diçka që ekziston? Po sepse është e ngjizur tek çdo njeri, është e ngjizur pra fakti që Zoti është dhe ai është meritori për të trajtuar si Zot dhe për të adhuruar si Zot, është e ngjizur tek çdo njeri. Dhe sado që njeriu të vinë në një moment që thotë s'ka nevojë më, e kemi vetë në dorë, është diçka e brendshme që i thotë i e gabim. Pra ata duan të ndin veten fillimisht se nuk janë bindur as vetë ke kjo pjesë, si puna e historisë gomare. Për këtë arsye gjejmë domethënë ateistët më të njohur me famën më të madhe botërore, zakonisht domethënë në fund të jetës tyre, kur arrin 60, 70, kthehen tek e para, thonë është diçka, është diçka. Janë sinqert flasin, po. Ne folëm për pjesën tjetër që kanë interesa që thashun. Pra domethënë është e ngjizur tek njeriu, pra nuk mund fitra, pra është diçka, po që është e natyrshme tek njeriu dhe njeriu sado që të ecë dhe të zhvillohet vjen një moment, ora është njësoj sikur thotë dikush unë kam ardhur në këtë botë pa babë dhe pa nën. Ai mund ta bindi veten e tij me 1 milion argumenta. Po në një moment caktuar ndërgjegja e tij, logjika e tij e tradhton, është pamundur të ndodhë një gjë e tillë, që të vinë njeriu në këtë botë pa babë dhe pa nën. E njëjta gjë edhe kjo punë, pra njerëzit, edhe pse në momente të caktuara duket sikur Zoti s'ka më vend në jetën tona, është ai momenti që Zoti i Madh, domethënë, e shfaq veten e tij nëpërmjet le të themi dukurive, nëpërmjet mrekullive, nëpërmjet fatkeqësive, nëpërmjet që edhe le të themi ai që ose kushdo domethënë që ka arrit një pozicion të caktuar apo një nivel të caktuar, vjen një moment që gjunjësohet dhe domethënë do të dorëzohet përpara Zotit. Për këtë arsye, siç tham, pra ajetet mbyllen forma të ndryshme. Mbyllen formën, a nuk kuptoni çfarë ju uton nga Zoti? Pse nuk i mbështeteni këtij Zoti? Si ka mundësi që të besosh se kjo botë ka një Zot dhe një krijues i cili e mbikëqyr, i cili e sheh, i cili kujdeset për të dhe ti, domethënë, ke parasysh sa zhgënjyese është, domethënë, pra të besosh në Zot dhe të besosh se ky Zot po menaxhon dhe po drejton gjithçka, dhe ti drejtohesh një krijesë, ti të kesh shpresë tek një krijesë, tek një i vdekur apo i gjallë, apo tek një fuqi që mund të mbajë apo mund të japi pushtetin apo fuqinë apo famën, ndërkohë që është një Zot i cili çdo gjë e ka sjellë në atë formë që ti je këtu ku je sot. Pra, ndërgjegja e pastër, logjika e pastër nuk i lën të qetë këta njerëz. Nuk do të jenë asnjëherë të qetë derisa
derisa të shkojnë tek Zoti i vërtet, sepse njeriu në natyrën e tij është krijuar që patjetër duhet të ketë një Zot të cilit i referohet. Dhe ky Zot ose do të jetë i vërteti për Allahun, ose do të jetë një Zot i gjetur gati, i marrë nga tradita, e gjetur nga kultura, apo një Zot imagjinar që ky e ka krijuar, apo një Zot që mund të jetë vetvetja e tij, që thotë s'ke nevojë për asgjë se ti je, dhe vjen një moment që ajo e vërteta brenda që ky e ka fshehur vazhdimisht shpërthen. Për këtë arsye, fjala kafir në gjuhën arabe do të thotë bujk ose mbulues. Pse? Sepse e vërteta mbi Zotin është diçka që është e mbjellë tek çdo njeri, sepse krijuesi ka lënë gjurmën tek ne. Dhe ajo gjurmë është aktive vazhdimisht. Dhe vjen njeriu me çdo lloj forme apo mënyre mundohet ta mbulojë këtë të vërtetë. Mirpo kjo është një farë shumë e fortë që do ta nxjerrë kokën një ditë patjetër që ti je njeri, ti je krijesë, ti ke nevojë për Zotin, ti duhet të mbështetësh Zotin, raportet duhet të kesh me Zotin, dhe se çdo gjë tjetër është kot, e pa vlerë. Edhe kjo le të themi është një nga pikat më të forta që ka Islami. Një nga pikat më të forta që ka Islami është pikërisht besimi në një Zot vetëm, dhe se ky Zot është i vetmi Zot, domethënë hak, i vërtet. Se Zota mund të ketë, njerëzit mund të adhurojnë me qindra mijë dhe miliona Zot, po i vërteti dhe hak është Allahu. E si pasojë, meritori për të trajtuar si Zot, për të përkushtuar si Zot, për të adhuruar si Zot është vetëm Allahu, dhe se ky Zot, domethënë gëzon atribute, domethënë të atilla që e bëjnë atë, domethënë idealin për të qenë Zot. Pra nuk është Zoti në Islam diçka që është abstrakt, diçka që thjesht imagjinario, jo, Zoti në Islam është Zot i cili, domethënë, ekziston, i cili shikon, dëgjon, din gjithçka, ka pushtet mbi gjithçka, dija e tij është absolute, vullneti i tij është absolut, ka edhe atribute të tjera siç është dashuria, siç është mëshira, siç është cilësitë e të madhit Zot, domethënë. Pra, kemi të bëjmë me një Zot real, po thjesht është i paimagjinueshëm nga mendet njerëzore, është absolut në të gjitha atributet që ai ka. Për këtë arsye dhe është Zot, dhe për këtë arsye është i vërtetë, dhe për këtë arsye duhet i referohemi, duhet të strehohemi, duhet kemi raporte vetëm me të. Përpara se të vim tek pyetja e fundit, sepse jam i sigurt që teleshikuesit do doshin gjoshin më shumë, se është temë shumë interesante, por ka një fakt interesant me këta ateistët të cilët nuk besojnë Zot, dhe ishte bërë një eksperiment në Angli, pra janë botuar, dhe atyre kur i bësh pyetja beson Zot, ata thoshin jo. Por në momentin që gazetari thoshte aty marr leje të bëj një mallkim ndaj jush, ata i thoshin po, se Zoti s'ekziston. Dhe kur në të gjithë këta, domethënë me aparatura, është vërejtur që kur i mallkonte gazetari, pra familjarët, si më thon Zoti u vrap, ju që mohoni Zotin, të gjithë kishin frikë. Pra është e fara brenda. Është e fara brenda. E fara brenda që e tradhton njeriu në çdo moment. Në çdo moment. Pra është krijuar për ta adhuruar Zotin. Është puna e kësaj është si puna e personit që bën padrejtësi. E ke parasysh, një person që bën padrejtësi nuk mund të jetë kurrë i qetë. Dhe padrejtësia më e madhe është ose të mohësh Zotin, ose çfarë i takon Zotit t'ia dedikosh dikujt tjetër vazhdi. Për këtë arsye këta njerëz nuk mund të kenë kurrë qetësi. Kështu që unë mendoj se natyrshëm pyetja e fundit dhe që ka lindur në mendjet e gjithë teleshikuesve që po na shohin, është dakord, e kuptuam këtë pjesë, ishte shumë e qartë, por si të orientohemi, ku të drejtohemi që ne të shkojmë pra dhe ta gjejmë Zotin e vërtetë. Atëherë, kjo është edhe qeshia mbi tort, le të themi, e emisionit ton. Po, atëherë përderisa Zoti është, përderisa Zoti ekziston, përderisa kjo botë padyshim e ka një krijues, përderisa nga grimca më e vogël dhe tek trupi më i madh të çojnë tek Zoti, atëherë ku ta gjejmë Zotin e vërtetë? Zotin e vërtetë e gjejmë në librin e Zotit, në Kur'an. Zotin e vërtetë e gjejmë tek mësimet që na ka dhënë profeti Muhammed alayhi salatu wassalam. Po pse për shembull jo diku tjetër? Sepse mënyra se si, domethënë paraqitet dhe e paraqet vet Zoti veten e tij në Kur'an është atill që nuk lën asnjë lloj hapësire që njeriu domethënë të ketë një imagjinat caktuar për Zotin dhe mos të referohet për jetën e tij vetëm se tek i madhi Zot. Për këtë arsye në Islam, as profetët,
as engjëjt dhe asgjë tjetër nuk mund të ketë atribut të Zotit dhe nuk mund të meritojnë atë që meriton Zoti. Pra, për ta thënë në gjuhën popullore, më pastër, më kulluar dhe më mirë kuruar Zoti, siç përmendet pra në fjalën e Zotit apo në hadithin e Profetit sallallahu alajhi wasallam, nuk e përgjetur askund. Kudo kemi elemente paganizmi. Kudo. Thot Zoti në Kur'an, yudahi'una bihi qawla alladhina kafaru min qabl. Kanë kopjuar idhujtaritë e mëhershme. Çdo gjë që është në treg sot kemi një kopje. Është bërë një kopje diku nga paganizmat, ngjyrim fetar, sepse populli atë ushqente, atë konsumonte, ndërsa Islami ka zgjedhur përballjen dhe mos përshtatshmërinë. O ka argument dhe ndiqje ose për ndryshe, domethënë s'ka problem. 13 vjet, s'ka problem 13 vjet, po rezultati duhet të ikësh nga vendi yt, se njerëz nuk ka problem, nuk mund të ketë kompromis. Pra Islami nuk ka zgjedhur gjuhën e kompromisit për të marrë atë që absorbojnë popujt. Jo. Islami thotë, o kështu, Zot, një i vetëm, që meriton të adurohet, i pa imagjinueshëm dhe që duhet i referohemi në çdo gjë, për ndryshe jo, nuk mund të gjejmë kompromis, nuk mund të gjejmë emrus përbashkët dhe këtë ka bërë për këtë arsye. Pra, kjo është përgjigja. Në Islam do të gjesh të vërtetën absolute të pa diskutueshme. Për ndryshe kudo pastaj do të kesh diskutime, do të kesh dilema, do të kesh problematika. Për këtë arsye shumë njerëz studiojnë, fund fare thotë, po të shohim çfarë thot Kurani, fund fare kuptojnë që vetëm dorëzohen. Pra Hoxh, ne folëm që Kurani është një lloj vaksine ndaj paganizmit, por në fund ju shtjelluat që është edhe ilaçi nëse ti je smurur tashmë dhe nuk ke qenë i vaksinuar më parë. Mua nuk mbetet vetëm se t'ju falenderoj që ishit sot me ne, dhe gjithashtu pra të falenderoj dhe teleshikuesit që na ndoqët në këtë emision tepër interesant. Atëherë bashkë do shihemi në puntatën e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.